Shikues të nderuar, ju përshëndes, jemi në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra, ku ndër të tjera sot do të keni mundësinë të ndiqni. Prefektura e Qarkut Gjirokastër ka nderuar me certifikata mirënjohjeje 25 mësues të Qarkut në profesion dhe në pension për kontributin e tyre ndër vite në arsim. Një trëndafil dhe një mesazh mirënjohjeje ka qenë dedikimi që ka surprizuar çdo grua, nën dhe vajzë në RTS në këtë 8 mars nga drejtoresha e përgjithshme Eni Vasili. Me rastin e 8 marsit, Bashkia Dropull organizoi një aktivitet ku u nderuan 15 gratë të zonës për kontributin e tyre në komunitet. Në këtë ditë të veçantë, Bashkia zgjodhi degën e ullirit si simbol vlerësimi dhe mirënjohjeje për gratë. 8 marsi njihet si dita ndërkombëtare e gruas, një ditë për të festuar kontributin dhe forcën e grave. Përveç urimeve të ngrohta, kjo ditë në Gjirokastër shoqërohet edhe me dhurata simbolike si lulet, bijuteritë dhe punimet e dedikuara në argjendari. Ju njohim tani më gjërësisht. Prefektura e Qarkut Gjirokastër ka nderuar me certifikata mirënjohjeje 25 mësues të Qarkut në profesion dhe në pension për kontributin e tyre ndër vite në arsim. Ceremonia u zhvillua në kuadër të aktiviteteve të 7 marsit duke vlerësuar rolin dhe përkushtimin e mësuesve në edukimin e brezave. Aktivitetet e 7 marsit në Gjirokastër u përmbyllën me një ceremoni vlerësimi për mësuesit e Qarkut, aktivitet i organizuar nga prefektura. Në këtë ceremoni u nderuan me certifikata mirënjohjeje 25 mësues në profesion dhe në pension për kontributet e tyre ndër vite në arsim. Prefektia e Qarkut Albana Hasanaj theksoi se figura e mësuesit mbetet themelore në formimin e brezave dhe në zhvillimin e shoqërisë. Certifikat mirënjohje i jepet zonjës Alketa Puci për përkushtimin dhe vizionin me cilin ka udhëhequr nxënësit drejt arritjeve të spikatura, duke kthyer sfidat në potencial dhe potencialin në sukses. Dhe jam krenare që përfaqësoj në një farë mënyre figura të tilla. Them se jam përmëzuar dhe kam marrë profesionin e mësueses nga nëna ime, një mësuese e ciklit, që më tha është një mision, më thoshte gjithmonë që duhet ta kesh parim, të jesh gjithmonë në raporte mirënjohje për ata që të kanë mësuar dhe për ata që do mësosh. Në këtë aktivitet mori pjesë edhe Ministri e Arsimit Mirela Kumbaro, e cila duke shprehur mirënjohjen për mësuesit, tha se një falënderim i veçantë shkon për të gjithë mësuesit e rinj, për ata që kanë lindur pas viteve 90 dhe që në një botë me shumë mundësi dhe zgjedhje profesionale kanë vendosur të zgjedhin pikërisht mësuesin. Kjo e bën edhe më të vështirë, po edhe më të përgjegjshme zgjedhjen e mësuesve e këtij profesioni. Dhe po është një shans shumë i mirë dhe një shpresë se arsimi do vazhdojë të jetë në dorë të sigurta. Ne do respektojmë brezin që ka dalë në pension, që kanë kontribuar, që ndoshta janë në 5 vitet apo 10 vitet e fundit, por sidomos duhet edhe të i drejtojmë drejtuesve. Qofshin drejtues të zyrave arsimore, qoftë prefekten, qoftë kryetaren e bashkisë, të motivojnë dhe të mbështesin fort mësuesët e rinj. Se pa ata, fëmijët që janë sot shkolla dhe ata që do vinë, nuk do kenë të ardhme. Ndërsa kryetari i Bashkisë Gjirokastër Flamur Golemi theksoi se bashkia po përgatit një projekt të veçantë me një fond shtesë për të gjithë mësuesit që dalin në pension, me qëllim që ata të vijojnë të japin kontributin e tyre si këshilltar në arsim. Dëshojmë gjithë mundësitë ligjore për të patur një fond për një grup mësuesish profesionistë që janë në moshë pensioni, por që ne do na duhet, si dysha që jemi nga Kanadaja, e odhëm si dhe para prage dhe jemi duke diskutuar për ta patur këtë grup, po themi si këshillor, për gjithë pjesën e arsimit parashkollor të Bashkisë Gjirokastër, duke patur pastaj një bonus financiar, duke krijuar një traditë pastaj që besoj që do vazhdojë edhe në vazhdim. Ky aktivitet u shndrua në një moment mirënjohje dhe respekti për gjithë mësuesit, të cilët me punën dhe përkushtimin e tyre vazhdojnë të ndriçojnë në rrugën e dijes për brezat e rinj. Një trëndafil dhe një mesazh mirënjohjeje ka qenë dedikimi që ka surprizuar çdo grua, nën dhe vajzë të RTS-s. Në këtë 8 mars nga drejtoresha e përgjithshme Eni Vasili. Në urimin e saj, zonja Vasili ka falenderuar për kushtimin dhe profesionalizmin e çdo njërës prej tyre, si dhe ka vlerësuar rolin dhe kontributin e grave në median publike.
Në ditën ndërkombëtare të gruas, punonjësit e Radio-Televizionit Shqiptar u surprizuan me një gest të veçantë vlerësimi nga drejtoresha e këtij institucioni Eni Vasili, një trëndafil dhe një mesazh mirënjohje ju dhuruan secilës prej tyre, në shenjë falënderimi për përkushtimin, profesionalizmin dhe pasionin që sillin çdo ditë në punën e tyre. Në urimin e saj, drejtoresha Vasili vlerësoi rolin dhe kontributin e grave në median publike, duke theksuar se puna dhe energjia e tyre janë një vlerë e çmuar. Në këtë 8 mars dua t'ju uroj nga zemra dhe t'ju falenderoj për përkushtimin, profesionalizmin dhe energjinë që sillni çdo ditë në RTS. Kontributi juaj është një vlerë e çmuar për institucionin ton dhe për misionin e medias publike. Ju uroj 8 mars të bukur, me sa më shumë vlerësim, frymëzim dhe suksese në çdo hap tuaj. Një gjest i thjesht, por i mbushur me vlerësim që la pas një atmosferë të ngrohtë dhe buzëqeshje mes gazetarëve dhe punonjësve të RTS-s, në këtë ditë simbolike të fuqisë dhe madhështisë së gruas dhe nënës. Gjithashtu, gëzuar gocave të RTS-s. Me rastin e ditës ndërkombëtare të gruas, kryeministri Edi Rama përcolli një mesazh urimi dhe vlerësimi për të gjitha gratë. Kreu i qeverisë publikoi një video mesazh nga gratë të profesioneve të ndryshme, të cilat përfaqësojnë kontributin e tyre në shoqëri. Mesazhet e tyre u fokusuan tek sakrificat, durimi dhe rrugëtimi i vështirë që hasen për të arritur majat në profesionet e tyre, duke besuar tek pasioni dhe objektivi i tyre. Ndjekim video mesazhin e kryeministrit Edi Rama. Policia e shtetit ka përcjell urimet më të përzemërta për të gjitha nënat, vajzat dhe gratë, duke vlerësuar forcën, dashurinë dhe kontributin e tyre të pasvendësueshëm në shoqëri. Një falënderim i veçantë u drejtua edhe për gratë dhe vajzat që shërbejnë në policinë e shtetit, të cilat çdo ditë me përkushtim, kuraj dhe profesionalizëm përmbushin misionin e tyre në shërbimin e qytetarëve dhe vendit. Ndjekim videomesazhin e drejtorisë së policisë Gjirokastër.
janë fëmijët janë? Okej, atëherë do mbaroj. Alo, po? Po, kuptova. Hajde, zemër të deri kim mami në punë tani. Masat para praktikëtorëve të mbrojtjes janë masa që merren nga policia dhe masa e parë është largimi i dënuesit nga banesë. Mbaroi procedura me shtetat e kufit. Faleminderit. Për gruan e fortë që mbart me krenari uniformën e policisë dhe njëkohësisht zemrën e një nëne mes detyrës dhe familjes, ti je shembull gëzimi, dashurie dhe sakrifice, respekt për forcën që mbron shoqërinë dhe për dashurinë me të cilën rrit të ardhmen. Gëzuar 8 Marsi. Me rastin e 8 Marsit, Bashkia Dropull organizoi një aktivitet ku u nderuan 15 gratë zonës për kontributin e tyre në komunitet. Në këtë ditë veçantë, Bashkia zgjodhi degën e ullirit si simbol vlerësimi dhe mirënjohjeje për gratë, një shenjë që përfaqëson rrënjët e forta, paqen dhe lidhjen e tyre të thellë me tokën dhe shoqërinë. Drejtuesit vendor në Dropull si vjet zgjodhen një mënyrë krejt të veçantë për të nderuar 8 Marsin. Bashkia e Dropullit nderoi 15 heroina të heshtura, 15 gra të Dropullit dhe të Pogonit, të cilat kanë kontribuar ndër vite në shoqërinë lokale, por edhe më gjerë. Kryetari Dimitraj Tolis përdau certifikat armirënjohjeje dhe dhuroi te gratë degu ulliri, të cilat simbolizojnë rrënjët e forta dhe të thella, ashtu siç janë gratë në shoqëri. Kemi ftuar në Bashkinë e Dropullit dhe të Pogonit 15 gra zonja Dropullite e Pogonite, të cilat në mënyrë të heshtur ndihmojnë çdo ditë bashkëfshatarët, kombasit tanë për çdo gjë që ka nevojë. Dhe unë dua t'i falenderoj nga zemra gjithë këto zonja që kaq vite kontribuojnë për Bashkinë e Dropullit dhe të Pogonit. Aktiviteti u përmbyll me një koktej për ndër të grave që ishin të pranishme në godinë e Bashkisë Dropull, në ritmin e muzikës tradicionale popullore. 8 Marsi njihet si dita ndërkombëtare e gruas, një ditë për të festuar kontributin dhe forcën e grave. Përveç urimeve të ngrohta, kjo ditë në Gjirokastër shoqërohet edhe me dhurata simbolike si lulet, bizhuteritë dhe punimet e dedikuara në argjendari, që e bëjnë këtë festë edhe më të veçantë. Sot në Gjirokastër 8 Marsi festohet me dhurata dhe surpriza për gratë. Disa nga të vegjlit nuk kanë humbur rastin për të dhuruar lule dhe për të përçuar urimet e tyre më të sinqerta. Këtë lule e kam për mamin. Sot unë dua t'i uroj të gëzuar 8 Marsin. Dyqanet e luleve janë tashmë plot me ngjyra dhe aromë. Administratori i një prej tyre thotë se kërkesa për dhurata simbolike ndihet ndjeshëm këtë ditë. Po të shikosh këtu në dyqanin ton, ka larmi të ndryshme lulesh, duke filluar nga buqetat me trëndafila, nga buqetat me tulipan, nga orkidet që i bëjnë dhurata për nënat e tyre, nga kompozimet si që shikoni me lule të ndryshme, ka shumë llojshmëri, qoftë edhe vazo. Edhe njerëzit preferojnë buqetat, ose një trëndafil të kuq për nënat, për motrat e tyre, për gratë e tyre, është diçka edhe simbolike që transmeton dashurinë të nënat, të gratë edhe të motrat. Përveç luleve, në këtë ditë bëhen edhe dhurata më të qëndrueshme, si bizhuteri dhe punime artizanale në argjendari. Porosit më të mëdha nuk kanë filluar vetëm sot, por kanë disa ditë që kanë filluar. Ne bëjmë porosi në më të veçanta me shprehje nën tje gjithçka e të tjera. Janë më të shitura unazat, varset buzilike, sidomos varset me personalizim, të cilat simbolizojnë fjalën nën. Sot si një ditë e veçantë, ne urojmë të gjitha nënave, grave, vajzave shqiptare gëzuar festën e 8 Marsit. Në këtë 8 Mars, çdo tuf lulesh, çdo bizhuteri e punuar me dorë dhe çdo vëmendje e vogël bëhet një mesazh i thjeshtë, por i fuqishëm për gratë, vajzat dhe nënat.
Në repartin e pneumologjisë në Spitalin e Sarandës, rastet më të shpeshta gjatë kësaj periudhe janë në virozat e stinës, ndërsa nuk mungojnë edhe pacientët me sëmundje kronike të frymarrjes. Mjekët këshillojnë qytetarët që fillimisht të drejtohen tek mjeku i familjes dhe japin udhëzime për parandalimin e virozave, si larja e duarve dhe shmangja e kontakteve me persona të sëmurë. Në repartin e pneumologjisë në Spitalin e Sarandës, gjatë kësaj periudhe janë paraqitur kryesisht raste të lidhura me virozat e stinës. Sipas mjekut pneumolog Niko Kuri, këto janë rastet më të shpeshta që po trajtohen nga stafi i repartit. Përveç virozave, repartin e vizitojnë edhe pacientët me sëmundje kronike të frymarrjes. Mjekët theksojnë se këto raste kërkojnë kujdes të veçantë dhe monitorim të vazhdueshëm për të shmangur komplikacionet. Rastet më të shpeshta këtë periudhë, duke filluar që nga në fund të vitit dhe deri tani, të vitit të kaluar, janë virozat të ndryshme që janë brenda Covid, gripa, më shumë dhe virozat të tjera. Përveç tyre janë dhe të sëmurët kronik, pastaj që dhe këta kanë riakutizime dhe këta më shumë për shkak dhe të virozave faktikisht. Kemi dhe rastet të infeksioneve bakteriale që janë pak më të ralla në këtë kohë. Janë rastet të cilat paraqiten në shumicën e kohës me rapsin e viroze, për shembull në kuadrin një viroze me temperaturë, me rruf, me djegje fiti, koll të shprehur, dhimbje muskujsh. Edhe disa nga këto pastaj ose një pjesë e mirë dhe sidomos të sëmurët kronik, të pneumopatë kronik dhe të astmatikët, që janë me vështirësi në frymarrje. Bluzat e bardha të repartit bëjnë apel për qytetarët që për rastet jo urgjente të paraqiten fillimisht tek mjeku i familjes. Kjo ndihmon orientimin e duhur të pacientëve dhe shmangën mbi ngarkesën. Më e mira do ishte që të orientojnë gjithmonë në fillim tek mjeku i familjes dhe pastaj tek specialistët. Tregojnë kujdes mos qëndrimin për shembull në ambiente me viroza për shumë kohë, të përpiqen të mbajnë një distancë të caktuar nga njerëzit e tjerë. Sepse është një periudhë me viroza dhe sa më pak kontakte, sa më shumë qëndrojmë në ambiente të mbyllura me shumë njerëz, kanë mundësinë e kontaminimit. Përveç apeleve, stafi mjekësor jep edhe këshilla të dobishme për parandalimin e virozave dhe mirëmbajtjen e shëndetit të frymarrjes. Këto përfshin larjen e duarve, shmangjen e kontaktit me persona të prekur dhe kujdesin ndaj ndryshimeve të temperaturave. Në parkun antik të Antigones ka nisur përgatitjet për sezonin e ri turistik. Administrata e parkut ka hartuar një plan për menaxhimin dhe mbarvatjen e sezonit, ndërsa po bashkëpunon edhe me agjenci turistike për të tërhequr më shumë vizitor. Paralelisht pritet që të vijojnë edhe gërmimet arkeologjike, të cilat synojnë të zbulojnë dhe promovojnë më tej vlerat historike që mbart ky park i rëndësishëm arkeologjik. Në parkun antik të Antigones ka nisur përgatitjet për sezonin e ri turistik. Sipas përgjigjesit të këtij parku, është hartuar një plan për menaxhimin dhe mbarvajtjen e sezonit turistik, ndërsa po bashkëpunohet edhe me agjenci turistike për të rritur numrin e vizitorëve. Me agjencitë turistike të qytetit, por edhe jashtë qytetit, agjencitë turistike kombëtare, po kështu edhe të huaja, kemi nisur diskutimet që të mundësojmë edhe atyre një lehtësim. Për shembull, një lehtësim mund të jetë një linjë urbanistike që nga pazari, të themi, edhe në park. Kemi bërë një plan masash për sezonin, sepse jem dimër, po duhet menduar për sezonin e verës, të cilat mund të jenë, të themi, zjarret ose fatkeqësi të tjera. Dhe këto bashkëpunime, siç kanë vazhduar, do të vazhdojnë edhe më ngushtë dhe më afër akoma. Ndërkohë, një rëndësi të veçantë kanë edhe gërmimet arkeologjike, të cilat do vijojnë në bazë të marrëveshjes dhe planifikimeve të bëra, shton më tej drejtuesi i parkut. Në lidhje me gërmimet dhe zbulimet, është një marrëveshje që ekziston dhe që do vazhdoj me Universitetin e Maceratës në Itali, të cilët sjellin grupet e tyre të gërmimeve, zakonisht vinë në një periudhë që është më komode, më e freskët, më stabil për të gërmuar, e cila është rreth fund gushtit ose shtatorit, që zgjat rreth një muaj. Shpresoj që kjo periudhë gërmimi të vazhdojë më shumë, ndërsa në lidhje me objektet që gjenden, ato sigurisht nëse janë të ralla, të vlefshme, ato transferohen tek muzeu kombëtar edhe më tutje.
Përmes këtyre përgatitjeve synohet jo vetëm rritja e numrit të vizitorëve, por edhe ruajtja dhe promovimi i mëtejshëm i vlerave historike dhe arkeologjike që mbart Parku Antik i Antigones. Mësuesi dhe ish drejtuesi i gjimnazit Hasan Tasini Gjorgji Vasili e ktheu 7 marsin nga një ditë urimesh personale në një moment mirënjohjeje për të gjithë ata që kanë mbështetur ribotimin e librit të tij. Ne Hasan Tasinasit kushtuar historisë së kësaj shkolle mbi 65 vite traditë. Gjorgji Vasilit në Sarandi shkuan me shumicë urimet si çdo 7 mars. Arsyeja është se ai ka mbartur një figurë përfaqësuese në mësuesi, duke lënë gjurmë të thella në gjimnazin Hasan Tasini, ku ka shërbyer si mësues e drejtues, por edhe se dashuria për atë gjimnazi krahasueshëm me një universitet për qytetin jugor, ka marrë trajtën e angazhimit shumë vjeçar për t'i kthyer kujtimet në stenda muzeu brenda shkollës dhe në faqet të librit të njohur Ne Hasan Tasinasit. Nga viti 2004 kur është botuar, ai është kthyer disa herë librit të tij, duke i bërë përditësimin e nevojshëm me faqe të reja nga historiku i kësaj shkolle, që vijon të bëjë histori. Botimi i ri pritet të dalë së shpejti në qarkullim, por 7 marsin autori Gjorgji Vasili nga një ditë urimesh për atë vetë e ktheu në një ditë të shprehjes së mirënjohjes së tij për të gjithë ata që janë bërë kontributor në mbështetjen e botimit të librit. Libri do dilte në vitin 2020 të shkak të pandemisë, nuk u bë 60 vjetori shkollës dhe mendova ta bëja, kisha hedhur rreshat e para, ta bënim në 65 vjetorin që prapë nuk u festuar. Unë ndërpre për një dram familjare, nuk më punon dhe më dorë, dhe pas 2 vjetësh, në kujdesin edhe kërkesat e shokëve, kolegëve të familjes, ju rikëthyem bashkë me Evangelin dokumentarit që edhe ai kishte ngelur në mes, dhe pastaj këtë vit që kaloi, punova intensivisht për ta prur në 65 vjetor këtë botim. Por mbyllja e saj ishte me vërtet një punë e madhe, po i them vetëm kaq që si në një tryezë mes ish kolegësh, mes ish nxënësve dhe miqve, ai nuk ka lënë pa shprehur këtë 7 mars brengën se ata që kanë karriket kanë kthyer krahët ndaj një simboli të arsimit siç është Gjimnazi Hasan Tasini. Gjimnazi Hasan Tasini është i vetmi institucion që s'ka si libër Ne Hasan Tasinas, ka vetëm muzeun që kam shuar unë. Po vetëm një gjë duhet të dinë ata njerëz, këtu do vinë do ikin shumë në drejtim e në të tjera funksione të tjera. Po do të harrohen shumë. Kurse ky simbol i qytetit Sarandës, që ka emrin Gjimnazi Hasan Tasini, do të rrojë për gjithmonë. Si një ish nxënëse, e tani në pozicionin e drejtoreshës së këtij gjimnazi, Sofika Sotiri ka shprehur vlerësimin për çdo kontribut të Gjorgji Vasilit, duke thënë se shpesh në ushtrimin e detyrës përpiqet të drejtojë si ai. Se qytetarë nderi mësues Gjorgjit ja kanë dhënë breza të gjithë që kanë nxjerr, por qytetarë nderi vazhdojnë t'ia japin gjithë familjet sarandiote, të cilat konkretizohen këtu në këtë libër Ne Hasan Tasinasit, sepse e them me mburje Ne Hasan Tasinasit. Ju jeni njerëz shumë fisnik të këtij qyteti, sepse keni mbështetur botimin e një vepre ju drejtua të pranishmëve vlonjati Petrit Stefa, që karrierën në mësuesi e nisi nga Gjimnazi i Sarandës në vitin 1968. Ju jeni njerëz shumë fisnik të këtij qyteti, sepse keni mbështetur financiarisht një vepër e cila i shërben qytetit. Një vepër e cila është një dëshmi e qytetit. Libra të cilat tregojnë historinë janë dëshmi për ngjarjet e një qyteti, ato nuk i përkasin autorit. Shprehja e mirënjohjes për librin Ne Hasan Tasinasit dhe mbështetësit e botimit të tij në version të përmirësuar e të përditësuar ndodhi në ditën e mësuesit, por takimi shërbeu si një moment reflektimi mbi rëndësinë që ka thirrja e kujtesës arsimore të qytetit për një gjimnaz mbi 65 vite histori. Ishim në minutat editarit informativ në RTS Gjirokastra. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ju uroj shikim të këndshëm të programeve tona në vijim. Bashkë, miru pafshim.